jam shumë kënaqur për veten, ndihem shumë e lumtur. Të gjithë ne konkurrentët kemi punuar shumë fort për këtë arritje. Falenderoj kompozitorin, tekstshkruesen, jurin që më përzjodhi mua si fituese dhe siç është jam fitor të prindrit që më kanë mbështetur në gjithë të rrugëtim. Prezantimi në Junior Eurovision Song Contest është një përgjegjësi e madhe, sepse unë do përfaqësoj Shqipërinë në Junior Eurovision, po mezi po pres. Po, ndjem shumë, se prisja këtë gjë. Baba e tim që më ka bërë tekstin dhe muzikën dhe Ilir Zogës që më ka bërë orkestrimin. Pa diskutim, vendosja e përfaqësimit në junior nga fituesja e kësaj kategorie në festivalin ton është një vlerë që i shtohet festivalit. Por pa modesti, në emër të 64 viteve punë edhe të një laboratori të jashtëzakonshëm të krijuesve që ka shërbyer si trampolin për qindra e qindra talente që na kanë krijuar pastaj mundësinë të emocionohemi si shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kudo në botë. Po e them edhe një herë, pa modesti, dua të them që mendoj që Festivali i Shkodrës në fakt i bën nder Shqipërisë që të zgjedh ai përfaqësuesen në këtë garë ndërkombëtare. Ndjem krenare për një kori të mrekullueshëm të fëmijëve, për çdo këngë që ka ardhur, por megjitha ndjem krenare me një staf të përkushtuar dhe të mrekullueshëm që ka qendra kulturore dhe që ka pikërisht ky festival.